Edhe një projekt tjetër të realizuar me sukses ka promovuar sot kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Bëhet fjalë për rrugën Mara Ugrinova, që është një nga projektet më të kërkuara nga banorët që jetojnë në atë pjesë të qytetit. 4.9 milion denar janë shpenzuar për këtë projekt, tha Limani gjatë promovimit, duke nënvizuar se me këtë investim shpresojnë të kenë bërë zgjidhje dhe lehtësim qytetarëve që do ta frekuentojnë të njëjtën dhe në mënyrë të veçantë atyre që jetojnë nëpër banesat kolektive. Sot dolëm këtu pas përfundimit të punimeve në rrugën Mara Ugrinova në gjatësi prej 350 metrave, projekti i cili kushtoi diku afër 4.9 milion denar. Gjithashtu njëri prej projekteve të cilat i kishim planifikuar dhe i cili tani më është realizuar. Besoj që ky projekt do t'i ndihmojë shumë kësaj pjese, kemi edhe banesa kolektive me të cilën do t'u lehtësojmë lëvizjen qytetarëve tanë. Dhe gjithashtu në të njëjtën kohë i dëgjojmë edhe kërkesa tjera të cilat i kanë banorët e kësaj ane. Duke promovuar këtë projekt të rëndësishëm, të realizuar me sukses për një kohë të shpejtë, Limani paralajmëroi edhe 2 projekte tjera kapitale që fillojnë të realizohen së shpejti. Bulevari kryesor më veç bëhen përgatitjet e fundit, priteshin edhe disa informata për disa ndryshime të cilat ne si administrat publike deshim t'i bëjmë, por besoj që deri në fund të javës më veç do të fillojmë punimet në bulevarin, po edhe në rrugën Beliqica, simbas informatave të cilat i morëm nga operatori, këto ditë nesër pas nesër do të fillojmë punimet përgatitore për rrugën Beliqica. Kujtojmë se komuna e Gostivarit është zotuar që gjatë kësaj vere të realizojnë numër të madh projektesh, të cilat synojnë që Gostivarit t'i japin kuptimin e plot të një qyteti të zhvilluar. Disa prej tyre kanë përfunduar, të tjerë janë në realizime sipër dhe një numër i konsiderueshëm pritet të fillojnë së shpejti.